që Partia Demokratike ka filluar me mediat, ndërkohë nuk do ndryshojë asgjë dhe nuk prisim të ndryshonte asgjë. Sepse zoti Berisha është kandidat i vetëm, pra dihet me një kandidat nuk po hyj fare se si mund të quhet një garë. Pra po bëhet një zhurmaqe e madhe dhe gjithë është për të shmangur pikërisht vëmendjen nga ky fakt, nga ky element. Që gara është vetëm me një individ. Dhe çfarë bëhet? Hapen fronte lufte me gazetar, hapen fronte lufte me individ. Po ka faj Berisha që ka vetëm një kandidat po thua? Shiko, po faj patjetër që në rastin konkret është i Berishës. Sepse nuk është faj konkret. Shiko, po ta marr ndryshe diskutimin. Unë e quajta largimin e zonjës Mereme Sela vendimi zgjidhja e duhur. Por është vendimi i gabuar, sepse me ata dy persona anonim, me gjithë respektin që kanë për ta, që ishin në garë, s'do ishte një garë false, do ishte qesharake. Dhe ishte vendimi për mua zgjidhja e duhur që nuk u bë garë fare me ata dy kandidat. Gara do ishte mirë me Saljanin, gara do ishte mirë edhe me zonjën Balliu. Në thelb asnjë nuk e rrëzon dot zoti Berisha nga froni, sepse ai është një front që ai ka. Pra, ai po sillet si një monark, nuk është se po sillet zoti Berisha si politikan, se politikani po si parti e djathtë lejon nuk ka gjë me monarkinë. Jo, po duhet të ishte parti me monarkisë, pra duhet ta kishte të deklaruar dhe s'ka asnjë problem. Dhe me këtë qasje, pra do ishte një garë po të ishte Saljani. Pse? Ora të shkonim si mund të bëhet ndryshe Partia Demokratike. Pse ka zgjedhur këtë strategji? Ndërsa për mua largimi i atyre dy kandidatëve ishte vendimi i dur, zgjidhja e dur, po vendimi i gabuar. Vendimi i gabuar që Berisha kandidon. Tani, unë shikoj që kur shkon drejt zgjedhjeve brenda partisë dhe drejt zgjedhjeve jashtë partisë, po me qenë rast konkret brenda partisë, ti shkon drejt elektoratit tënd që është punëdhënësi, është votuesi jot, është punëdhënësi. Ai që të ka marrë në punë. Dhe ti kur shkon te punëdhënësi, në fund të kontratës, është fundi i kontratës. Ti paraqet bilancin tënd. Dhe bilanci kush është? Qëllimi që ti e more u riktheve në parti. Ishte fitoria e zgjedhjeve, bashkimi, do ishte listat. Po s'po hyj, do ishte votuesi që do përcaktonte deputetin e zonës. Primare, do hiqej non grata, pra gjithë një paketë e madhe me propozime. Tani po e marr, po i heq këto për primarët, bashkimi etj, po të marr vetëm një pikë. Fitoria e zgjedhjeve. Pra, kush është qëllimi kryesor që ka një kryetar i një partie të vogël, është fitoria e zgjedhjeve. Ti zotri nuk e ka arritur këtë gjë. Automatikisht ti nuk mund të kërkosh rinovim të kontratës, sepse prioritetin që ke patur kur more partinë, besimi që t'u dha, nuk e përmbushe. Si mund të dalësh ti sot para njerëzve dhe ti thuash më jepni mua besimin se unë do ta mund tani. Po ndërkohë ky nuk është një vit elektoral. Viti tjetër është një vit elektoral, por është zgjedhje lokale. Dakor, po ka prezantuar Berisha një listë me arsye. Pra, ai mund të japi arsye sa të doj, nuk ka përmbush kontratën nga ana e tij. Çfarë ka përmbushur ky zotri te kontrata që ka patur me demokratët? Ora më thoni një pikë. Një pikë, bashkim jo. Elektorati që zgjedh deputetët jo. Po çfarë ka përmbushur? Të gjitha ato pika i ka shkelur. Nuk duhet të rinovohet kontrata. Më shumë e thjeshtë. Është kontratë, më jep të jap. Ka rritur të ruaj Partinë Demokratike si alternativa e vetme e pushtetit. Jo, alternativa e vetme e opozitës. Sepse Partia Demokratike po shkonte drejt zhdukjes sipas Berishës. Jo, nuk do shkonte drejt zhdukjes. Drejt asgjësimit sipas projektit që ka patur Rama për të asgjësuar. Sepse mirë apo keq e mori nga zoti Basha me diferencë me 30.000 vota me majorancën në kohën 2021. Dhe e çoi në 250.000 vota diferencën. Tani, 30.000 me 250.000 është më vogël apo jo? Po besoj matematika është e thjeshtë. Jo, po përballë atyre ndërhyrjeve që ka bërë. Me logjikë është më e vogël. Po të pyesësh Berishën thotë spallja non grata. Por që ta them të plot. Spallja non grata. Ka dhënë efektet e veta. Por që të jemi plot, sepse ka dhënë efektet e veta. Këtu ndahem nga kolegu Hoxha dhe nga kolegu Toska. Pavarësisht gjithë këtyre kritikave. S'ka folur akoma. Pavarësisht gjithë këtyre kritikave, në fund të ditës Berisha është i qartë. Pra Berisha e di për çfarë do partinë, e di për çfarë i duhet partia. Ajo që mua më shqetëson në rastin konkret, nuk është më Berisha. Është i qartë si kristali. Dhe po ta shikosh kur thoshte kjo gara me një kandidat thoshte, është gara më e ndershme, ka atë shikimin dinak në sy, që asvetë nuk e beson, pra ishte një lloj tallje.
Se kur tallet ai, pavarësisht duket që mendon ndryshe, thot ndryshe. Shiko, kjo është ja, ka shikimin. Po ta shikoni me vëmendje, ka atë shkëlqimin dinak që është duke u tallur dhe vetëm atë që thot. Por gjithsesi, po grupin parlamentar ka ende, Berisha ka një gjë. Nëse, një minutë tani. Është i qartë. Grupi parlamentar pavarësisht se po kandidon vetëm, sërish e ka me vetë. Ja ka një gjë. Do të dalë atje. Degët e partive sërish ka në mbështetje. Do të dalë atje. Atë si quhet jo vetëm Kolegjin e Kryetarëve, po Këshillin Kombëtar do të dalë atje. Do të dalë atje. Pra, domethënë, për mua tashmë problemi nuk është me Berisha, sepse është i qartë si kristali. Dhe jo vetëm që është i qartë, por ai është në rregull në rrugën e tij. Ata që është. Tani problemi është tek gjithë enturazhi që ka Partia Demokratike. Nuk e një deputet flas. Nuk e një antar kombëtar flas. Do dalë atje. Nuk e Po, do dalë atje, po më lejo të dalë. Po, një antar Kolegjit Kryetarëve të flas. Më lejo të dalë nga ky arsyetim. Berisha prandaj mbajti të njëjtit personazhe dhe në zgjedhjet e vitit 2025 që ishin humbsat e Zotit Basha në 2021. Mbajti të njëjtat figura, sepse ai e dinte shumë mirë. Qose se akuzojnë median sikur media e mban agjend. Gjitha sondazhet një vit para zgjedhjeve nxjerrin humbës. 11 muaj para zgjedhjeve humbës, 12 muaj para zgjedhjeve humbës. Pra ka qenë në mënyrë konstante humbës. Ai e dinte se drejt ku po shkonte. Ai e dinte se me çfarë po përballi. I mbajti se ai e mban fjalën. Dhe jo, ai mbajti. Ai mbajti sepse ka një gjë. Nëse ti mban humbsa rreth vetes, ata janë ata që nesër të mbajnë ty në një situatë të tillë. Kjo është logjika, po thua. Vare, logjika është unë të mbaj ty, ti më mban mua. Dhe Berisha do të jetë humbës. Jo, Berisha do të jetë humbës. Edhe kur e thonin për Bashën këtë, domethënë nuk e kanë pranuar. Jo, ka një gjë. Një kryetar i një partie të madhe të opozitës, të dojë të rinë opozitë, është e panatyrshme. Po jo, po ka një gjë. Ka do tjetër gjë Berisha. Diskutimi për çfarë nisi, do kthehemi për çfarë nisi. E nisi të mbrohet nga SBA, nga Britania dhe nga SPAK. Jo, më pëlqeu ky arsyetim. Kto po i bën ai? Më pëlqeu arsyetimi jot, shumë i saktë. Tani ka një gjë. Në një situatë politike siç është Shqipëria, një politikan me kaq eksperiencë sa është Zoti Berisha, me eksperiencë fituese në vitin 2005, me eksperiencë ringritje nga 97-a, që ka qenë më keq se ç'është tani, u ringrit Partia Demokratike nga 97-a, u ringrit në 2005 fitoi zgjedhjet. Pra në 8 vite fitoi zgjedhjet. I fitoi zgjedhjet me një formulë shumë thjeshtë. Bëri pastrim, futi figura të pastra, bëri hapjen, bëri program bëri kopi, ka një program që në 2005 dhe mbi të gjitha ishte serioze që do luftonte korrupsionin. Tani vim në vitin 2025. Sa nga këto lëvizje bëri Zoti Berisha? Asnjë. Që do thotë, nëse ti s'bën asnjë lëvizje ndryshe, pse unë duhet ta besoj këtë që thua ti që do vërtet fitosh zgjedhjet? Sepse ti nuk e bër asnjë lëvizje që të jepte fitoren. Pra, të duash të çon në deduksionin që të duash fitoren, nuk mjafton ta thuash unë dua të fitoj. Po janë veprime. Bosh edhe këto. Nuk kjo është asnjë veprim. Dhe mbi të gjitha nuk po bën asnjë ndryshim akoma, sepse ka një gjë. Është një pikë shumë kruciale Zoti Berisha. Nëse ai do ndrojë ekipin e tij qeverisës, është një test që ta kam thënë edhe më herët. Nëse do ndrojë ekipin e tij qeverisës 2026-2030, atëherë do duhet të Partisë Demokratike gjithmonë, do duhet të ikë vetë, sepse do duket ai keq mes të tjerëve. Por nëse ai mban të njëjtët persona humbsa, atëherë ata kanë të drejtë ta mbajnë dhe atë. Pra është një marrëveshje që jep një efekt zinxhir. Unë të mbaj në humbje, ti më mban në humbje. Anmer, si e shikon situatën Partinë Demokratike, duke qenë se ti e njoh si mirë edhe ke qenë edhe vazhdimisht nuk janë komentator ekselent. Jo, i Partisë Demokratike po flas. Situata në PD është e qartë. Çdo argument që mund të thosh, do të thonë qëndron. Ai shumë vrimë ka PD-ja sa çdo fjalë që vëmë neve aty ngjit. Pra ngjit. Unë të them një gjë që Sali Berisha vërtet ka një mision siç e thot ai, dhe misioni i Sali Berishës është të mbajë Partinë Demokratike në opozitë. Ky është misioni i qartë që ka. Biles unë do ta ilustroja me një kështu, me një meme shumë fantastike që kam postuar vet. Nuk e di Keli do ta dëgjoj apo jo. Do të gjë më e bukur që na i trego. Që ta një minutë. Sa të jesh ti në Partinë Demokratike, unë do jem mbret. Edhe një herë Keli, ta vë edhe një. Sa të jesh ti në Partinë Demokratike, unë do jem mbret. Ai që kishte në Facebook. Po, nuk e di ta vë faqja e Facebookut. Partinë Demokratike, edhe një herë. Unë do jem mbret. Edhe një herë Keli, edhe një herë. Sa të jesh ti në Partinë Demokratike, tash do jem mbret.
Tani kjo është e gjithë fabula. Mbaroj emisioni. po ti po bën opozitën e opozitës. Do ta ndryshoj unë pak, Redi, me lentën do doja pak unë avokati i djallit se u bëm kështu. Jo, po ta gjejmë Almerin, Edhe me Almerin, patjetër. Po ta gjejmë. Ai e mbylli emisionin po hajde. Shikoj çfarë ndodh. I gjithë epilogu, prologu është çështja e raportit Berishës me Partinë Demokratike, me Kultukun dhe me të ardhmen. Ktu është i gjithë thelbi. Hajde ta mbajmë diskutimin këtu. Zotëri, Sali Berisha sot është njeriu i cili një nga njerëzit e mi që e ka mbështetur në hapat e para me që më përmendë në 2022-2023, sepse mendoja që Lulzim Basha nuk do të qëndronte me aty për të njëjtat arsye që Sali Berisha nuk do të qëndrojë sot. Nuk e solli Partinë Demokratike në pushtet. Pati krizë morali Lulzim Basha. Krizë morali ka Sali Berisha sot. Pra të njëjtat simptoma që kishte Lulzim Basha i ka ky sot. Nuk çonte asnjë kauzë në drejt fundimit dhe ky Lulzim Basha që unë isha prap kontributor e përmendi Poli u nda me 30.000 vota Arbri, e përmendi u nda me 30.000 vota. Çfarë do të thotë Partia Demokratike? Sali Berisha sot nuk do që Partia Demokratike të vinë pushtet. Pse nuk do? I ka dhënë fjalën Edi Ramës që të ruajnë njëri tjetrin për sa kohë ata ruajnë veten nga drejtësia. Ky është thelbi, po ky ka sa kohë ata të cilët kanë të dy një armik të përbashkët. Sa kohë ata të cilët ruajnë njëri tjetrin dhe qëndrojnë aty në pole position, në polet kryesore të majtas dhe djathtas dhe kanë një marrëveshje të heshtur herë publike, herë jo publike, këta njerëz sot po dominojnë skenën politike. Biles e dredhin zinxhirin siç duan ata, e bëjnë ligjet elektorale siç duan ata, reformat siç duan ata, në mënyrë që të përjashtojnë çdo këmbështrim, ndryshe çdo alternativë të mundshme. Do bëjnë reformën zgjedhore me 4%. Partitë e vogla janë të djegura të gjitha. Do bëjnë ndryshimet territoriale. Ndryshimet reformës territoriale. Do ta bëjnë hartën siç do Rama dhe Berisha do bëj atë zhurmën edhe pas të shkojë ku do Rama sepse Berisha është me mision të qartë për të shërbyer Edi Ramës për sa kohë ai ka marrë benefitin nga Edi Rama që është marrja e partisë. Kjo është e vërteta. Tani nëse unë do të them që Sali Berisha po lufton sepse po lufton gjithë unë e them këtë gjë, por unë nuk jam i sinqert me veten dhe nuk jam i sinqert me publikun. Unë ta thash 2022-shin i thash Sali Berishës të besoj që ti do bësh ndryshim. Ti do bësh konservatorizëm. Edhe në mesazhet që ka publikuar vet Evi Kokalari me njerëzit e Berishës, të gjithë mendonin që do bënte parti konservatore dhe ata që nuk e thonë publikisht përveç nesh. Se këto bisedë që bëjmë në publike e bëjnë ata. Do hapte garë. Brenda Partisë Demokratike zien e gjithë partia, pse sikën Berisha, disa thonë pse nuk vdes, disa thonë çfarë po bën. Pra të gjithë presin largimin e tij. Askush nuk e thot publikisht për shumë arsye. E para, ne nuk jemi të ndikuar politikisht nga askush, prandaj mendojmë themi atë që mendojmë se është e vërteta. Tani gjithë të tjerë kanë interesa të ngushta atje, edhe se thon disa kanë të bukën e gojës. Por sot Partia Demokratike është ditën e saj më të zezë. Partia Demokratike ka disa simptoma që nuk mund të rikuperojë Berisha, por i rikuperon një lider i ri. Për shembull, si rikuperohen? Vetëm të marrim ato që përmend Saliani si argumenta. Fitoren lokale në disa zona të caktuara lokalisht, siç ishte Kavaja, Durrësi, Kruja, dhe kupton qartë që PD-ja fiton. Pra, nëse ti bën zgjedhjet e duhura fiton. Zoti Berisha pse nuk mbajti besnikët se shërbyen ata? Jo. Zoti Berisha i mbajti ata sepse ata ishin humcat e dur që Rama garantonte fitoren. Asnjë nga ata nuk bëri fushat, të gjithë ishin turrë. Që ta bënin në një ditë si kjo. Po kush do t'ja merrte më deri sot? Jo, në një ditë si kjo ata e mbrojnë. Se ky mban unë, ata ta them unë sot. Unë e njoh situatën nga brenda, mos më jep asgjë fare. Sot demokratët e mundin Sali Berishën, sot zotëri. Prandaj Sali Berisha ka frikë nga gara. Demokratët janë të irrituar në palë, se unë i kam parë, janë më pak të angazhuar në PD. E kanë humbur besimin ndaj leadershipit, nuk marrin pjesë në protesta, janë larguar, janë punësuar në shtet. Të gjithë këto argumente që të rendita unë tregojnë mungesë besimi ndaj Sali Berishës. Prandaj zgjedhin alternativë tjetër dhe shkojnë zgjidhin hadhin e jetës tyre. Sot Sali Berisha nëse do ishte besueshëm do kishte sheshet plot, do kishte më shumë të rinj të angazhuar. Sot kanë ngecur disa aty për inerci se nuk dinë çfarë të bëjnë jetë, e kupton? Kanë ngecur aty kujtoj se bëjnë disa bëjnë para, që është problemi thelbësor i Partisë Demokratike, që pasurohen opozit, që ka humbur moralin, janë më të dëmshëm dhe më të korruptuar këta që shiten opozit se ata që vjedhin pushtet. Se pushteti korrupton, pushteti na korrupton dhe neve. Por këta që shiten opozit, këta janë më kriminal dhe janë më të dëmshëm të shoqërisë shqiptare se sa ata që janë qeverisje. Se ata po përballen me drejtësinë. Tani, i marri me radhë, s'ka problem, po një gjë kam unë, te kjo pjesa që këta kanë rënë dakord bashkë që Rama kryeministër, Berisha në opozit për të mbrojtur kundër spakut. Pse nuk e bëjnë rotacionin këta që Berisha kryeministër, Rama në opozit dhe të mbrohen prapë kundër spakut dhe ta ruajnë si duhet këtë teatrin e iluzioneve që
Për të shtyre një 10-15 vjet tjera, domethënë në këtë binomin Rama Berisha. Kushta që nuk do shtynë. Jo, pse duhet që Berisha të pranojë që tjetë Rama deri në fund? Pse të mos e luajnë lojën në këtë formë? Je ulur dhe ke luajtur futboll dikur dhe rregullat i vendos më i forti. Lojën e dikton më i forti. Ti do pranosh ato duke parë interesin tënd minimalist, ç'a mund të përfitosh nga më i madhi. I madhi lëshon, i vogli pranon. Në këtë rast Berisha nuk mund t'i diktojë asgjë Ramës, sepse Rama e ka të izoluar dhe të bllokuar. Ku? E ka të bllokuar me çështjet penale të familjarëve të tij në SPAK, me çështjet penale të atij të vetë Berishës në SPAK. Pra zoti Berisha për t'i shmangur Berisha është non grata, ky s'është. Po këto janë faktorë dhe këto shumë të rëndësishëm. Pra aktualisht zoti Berisha nuk i thot asgjë shqiptarëve dhe asgjë demokratëve. Zoti Berisha thot nuk është më alternativë. Këtë e thon demokratët në Z. Prandaj pse zoti Berisha nuk pranon kandidat në garë? Unë të them që Ervin Saliani e mund. Jam i bindur. Nga bazohem nga të dhënat që e mund Ervin Saliani në garë. E qofse Ervin Saliani futet në garë me Sali Berishën, me listat e Sali Berishës e mund. Ore zotri, Lulzim Basha nuk ka fituar ndaj Agron Shejajt me rezultatin që mori. E ka pranuar Edi Paloka në 2022 këtë gjë. Pra, Agron Shejajt janë ngrënë votat. Agron Shejajt janë ngrënë votat në numërim, Lulzim Bashës janë shtuar votat në votim. Se shumë i besoj shumë ai Paloka. Kam qenë prezent unë tani mos ma mbrojtë. Unë kam qenë prezent se si Bashës i shtoheshin në orën 7 pa 10 100 vota. Po lera tani mos po ishte 90% pa mirë. Tani ka një gjë. Ti mund të thua që ndihmoj Berisha po? Jo ndihmoj më jo. Atë mos të hymni se ka për Berisha Bashën. Po të kërkoj Saliani. Procesi për Saliani. Nëse bëhet një proces i rregullt, Saliani e mund Berishën ose të paktën ndahen 55 me 45. 55 me 45. Ora Agroni me Lulin u nda 80 me 20, i lan 20 Agronit që Agroni s'kishte as komisioner, as vëzhgues, as gjë dhe deshën t'i linë 20%. Pra 20% e demokratëve mendonin kundër Lulzim Bashës, prandaj Sali Berishës sa mendojnë kundër. Më shumë, 2 fish. Pra 40% e demokratëve sot janë të bindur që janë me Ervin Salianin, sepse në çdo takim që bëhet, në çdo zgjedhje, në çdo proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike, kam parë që ata të cilët janë zhgënjur nga Berisha direkt japin besën Salianit. Pra unë mendoj që për këtë trembet ai, sepse në mos kujtoj që s'kan sondazhe, ta kanë sondazhe. Pra Sali Berisha nuk e pranon dot të ketë një rezultat më pak se 80%. E quhen humbje për të. Pra nuk është rasti parë që Sali Berisha ka kandiduar vetëm, ka bërë në 2001-shin. Ka qenë tek po që e ka përjashtuar Salianin sepse i trembet realitetin ose Saliani do nxirrte realitetin që është trembet disfatës. Jo, shumë demokratë, në shumë qartë që Saliani fiton. Të përmend Elbasanin, Korçën, Tiranën, ta përmend që Sali Berisha një pjesë të mirë humbet në Shkodër, në Fier. Pra këto janë në Durrës humbet. Pra këto janë realitetet në Gjirokastër. Po ai s'po është qarku vogël, Gjirokastër dhe Kuksi s'po të marr fare në Kandar. Pra unë të flas që disfata e Sali Berishës përballë demokratëve shumë e fortë. Vini re, demokratët që shkojnë atje janë vetëm një pjesë që e duan Sali Berishën me shpirt se duan PD-n, jo se duan Berishën si lider. Dhe shkojnë po ti vesh re, ata e kanë bërë të tyre vetëm të zgjenë Berishën ta ofendojnë. Kthi u kanë ngelur, i thon, pse nuk nxjerr lider, pse nuk hap garën, pse nuk ikën në shtëpi, doktor jemi mjaftuar shumë i vjetër, i kanë thënë në Fultona. Pra Kraun, e kanë thënë demokratë fjalën e tyre. Pra neve çfarë bëjmë? Ne o jemi zëri demokratëve, o ne jemi turpi i shoqërisë, nëse dalim dhe aty themi mendime që siç thon ata idiotë të tjerë që i rrin afër Berishës për 2 lekë, që për bukën e gojës bëjnë këtë lloj opinion bërje, unë do t'i them të vërtetën. Me Sali Berishën PD-ja nuk vjen pushtet. Dhe Sali Berisha e do Partinë Demokratike, do që të vdesi me PD-n. Dhe kur ti ke Berisha do bëj një gjë para se të vdesi, 2 minat që ka rreth brezit do t'i vëri minat PD-s da hedhin në erë dhe do shkojnë botën tjetër, sepse nuk ka shans që Berisha t'ia lëri PD-n as kujt prapa. Do ta lëri tokë të djegur dhe tokë të shkret. Ky është mision, e ka marr, po e çon drejt fundit, prandaj këtu neve po shohim asgjësim pluralizmit. Ore, zoti Berisha do t'i mundi të gjithë në këtë vend. Do të mundi mediat, do të mundi gazetarët, do të mundi pronarët e mediave, do të mundi kënd vetëm Ramur do ta mundi. Asgjë, të gjithë do të mundi. Të gjithë i përmend. Shkon tani merret Sali Berisha me Hidayet Beqirin, e kuptoni ku ka arritur çështja apo jo. Pra, Sali Berisha, ky kollos, se është vërtet kollos i mendimit dhe një lider shumë i fortë, merret me Hidayet Beqirin ku ka mbritur. Pra, kuptoni është të merret një kolonel me qenë të rrugës, e kupton, të merret të shkojë ata faktor. Pra ai shef çdo gjë problem, nuk shef vetëm Ramën problem. Pse? Është vetë problemi. Dhe ai e di shumë mirë që e vetmja zgjidhje që mund të japi sot aktualisht Partisë Demokratike është largimi i tij. Nuk e bën, PD-ja shkon poshtë në poshtë. Arbër, 2 fjalë për lëvizjen Saliani. Po i të së vërtetës, Saliani ka treguar që sa herë ka patur ngarkesa për të drejtuar qargje të ndryshme, ka patur rezultate shumë të mira. Ka treguar që ka patur një organizim të mirë në terren, e një mirë ditë të sillen në terren.
Madje edhe në kohën kur ka qenë sekretar për lëvizjen qytetare ose për qytetin, ka qenë një lëvizje, në momentin që ishte debati për kanabisin, ka qenë të paktët që ka vajtur në fush kanabis dhe ka bërë denoncim nëse mbani mend një flamur amerikan. Kjo është vërtet. Dhe unë mendoj që do ishte një kandidat i denj për t'i dhënë një gare tonusin dhe bukurinë e munguar. Dhe ende nuk e kam të qartë përse Zoti Berisha nuk e ka pranuar Saliani. Pavarësisht unë e di arsyeën e vërtetë. Cila është arsyeja e vërtetë sipas jush?